Kjo e diel shënoi edhe përmbylljen e aktivitetit të karnavaleve në qytetin e Shkodrës. Në qendër të qytetit u zhvillua një performancë nga aktorët e teatrit Migjeni me bejte dhe muzikë nga banda e qytetit. Nuk munguan as të ftuar nga Tuzi dhe Korça, teksa qytetarët që bën pjesë e karnavaleve me maska shprehen se karnavalet nuk mund të bëhen në asnjë qytet tjetër si në Shkodër. Gjatë aktivitetit nuk mungoj edhe një parad gjatë rrugëve kryesore dhe pedonale së qytetit, shkatërroqi dhe vëmendjen e qytetarëve të tjerë. Pjesë e aktivitetit është bërë dhe kryeministri Edi Rama së bashku me familjen e tij, i cili ndodhet në Shkodër që prej të shtunës për të parë nga afër këto festime. Karnavalet në Shkodër pas 3 ditësh u mbyllën me djegjen e Dordolecit pranë sheshit Nën Tereza. Po, është diçka shumë e bukur për